Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për të gjithë ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina. Nëse ju është mërzitur mishi këto ditë me receta festive, unë ju sugjeroj të provoni këtë tavën me peshk, e cila u bë fantastike. Në shtëpinë time e preferuan shumë, unë e gatova në kuzhinën e mamit dhe e pëlqyen vërtet shumë. Qëndroni me mua ta përgatisim bashk. Në tavën e pjekjes do shtojmë 2-3 lugë vaj ulliri dhe do vendosim peshkun. Unë jam belshake dhe në zonën e Dumres ka 84 liçene dhe ky peshku ishte shumë i freskët kur e solli babi, madje lëvizte ende. Dhe tavën do ta pjekim për 20 minuta në 220 gradë. Ndërkohë në një tigan me vaj ulliri do skuqim 4-5 qep të prera në këtë mënyrë, derisa të zbuten, por keni kujdes pa i djegur. Pasi janë zbutur, do shtojmë 2 domate të prera holl, 4 lugë salcë domati, 1 lugë çaj spec të kuq, 1 lugë çaj piper të zi dhe disa thelpinj hudhër. Masën do ta përzijem shumë mirë. Ndërkohë në një tjetër enë do shtojmë 1 lugë gjelle miell dhe 1 gotë të vogël me ujë. Do ta përzijem shumë mirë derisa të bëhet një masë e njëtrajtshme dhe më pas do ta shtojmë në tigan, do ta përzijem larg zjarrit shumë mirë dhe e vendosim në tavë ku peshku është gati tashmë, është pjekur pak. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj t'i hidhni një sy recetave të mia. Dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Vazhdojmë ta vendosim masën të gjithë në tavë. Unë kam shtuar edhe 4 gjethe dafine të freskëta. Nëse nuk e preferoni mund mos e shtoni, por i jep aromë dhe shije shumë të mirë. 1 gotë të madhe ujë dhe e pjekim në furrë në 200 gradë derisa të jetë gati. Ne na mori rreth 30-40 minuta dhe pas pjekjes është kjo pamje që do shihni tani, u bë vërtet një tavë shumë e shijshme. Unë ju sugjeroj që ta provoni dhe ta shijoni dhe jam e bindur që do bëhet e preferuara juaj. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Nëse keni dëshirë, mund të më shkruani se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Bashk do dëgjohemi në recetën e radhës. Faleminderit.